Ditët e fundit të agjerimit, si t'i shfrytëzojmë më së miri. Ramazani është një dhuratë e madhe që Allahu ja ka dhënë besimtarëve. Është një muaj që vjen vetëm një herë në vit, një muaj i mbushur me mëshirë, falje dhe shpërblime të shumta. Por si çdo gjë në këtë botë, edhe Ramazani ka një fillim dhe një fund. Dhe tani ndërsa jemi në ditët e fundit të këtij muaji të bekuar, besimtari duhet të ndalet për një moment dhe të mendojë si mund t'i shfrytëzoj më së miri këto ditë që kanë mbetur. Në Islam, fundi një adhurimi është kaq i rëndësishëm sa edhe fillimi i tij. Madje shpesh ndodh që përpjekja më e madhe bëhet pikërisht në momentet e fundit. Kështu vepronte edhe profeti Muhamedi alayhis salam. Transmetimet tregojnë se kur hynte në 10 ditëshin e fundit të Ramazanit, ai e shtonte shumë adhurimin. Ai përpiqej që çdo moment i këtyre ditëve dhe netëve të ishte i mbushur me lutje, namaz dhe përkujtim të Allahut. Kjo sepse këto ditë janë mundësia e fundit për të fituar nga begatitë e këtij muaji. Një nga gjërat më të rëndësishme që duhet kemi parasysh në ditët e fundit të agjerimit është sinqeriteti në adhurim. Besimtari duhet të përpiqet që çdo vepër ta bëjë vetëm për hir të Allahut, duke kërkuar pranimin e saj. Sepse në fund të Ramazanit, ajo që ka më shumë rëndësi nuk është vetëm numri i veprave të mira, por pranimi i tyre tek Allahu. Një tjetër gjë shumë e rëndësishme është shtimi i leximit të Kuranit. Ramazani është muaji i shpalljes së Kuranit, dhe leximi i tij në këtë muaj ka shpërblim të madh. Edhe nëse kanë mbetur vetëm pak ditë, ato mund të jenë të mbushura me lexim, reflektim dhe kuptim të fjalës së Allahut. Po ashtu besimtari duhet të shtojë lutjet dhe duat. Netët e fundit janë një kohë shumë e veçantë për t'u drejtuar Allahut me lutje të sinqerta. Profeti Muhamedi alayhis salam na ka mësuar një lutje shumë të bukur për këto net. O Allah, ti je falës dhe e do faljen, prandaj më fal mua. Kjo është një nga lutjet më të dashura për këto net, sepse qëllimi më i madh i besimtarit në Ramazan është falja e mëkateve. Një tjetër gjë që duhet të kemi parasysh në ditët e fundit të Ramazanit është ruajtja e gjuhës dhe sjelljes. Agjerimi nuk është vetëm ndalimi nga ushqimi dhe pija. Ai është edhe ndalimi nga fjalët e këqija, përgojimi dhe sjelljet e pahishme. Nëse një person agjeron, por vazhdon me përgojim apo fjalë të këqija, ai rrezikon të humbas shumë nga shpërblimi i agjerimit. Prandaj ditët e fundit të Ramazanit janë një mundësi për të përmirësuar moralin dhe sjelljen tonë. Gjithashtu, këto ditë janë një kohë e mirë për të shtuar sadakan dhe bamirësinë. Ndihma ndaj të varfërve dhe njerëzve në nevojë është një nga veprat më të dashura tek Allahu. Në fund të Ramazanit, muslimanët përgatiten edhe për një adhurim shumë të rëndësishëm, zekatin e fitrit. Kjo lëmosh jepet për të pastruar agjerimin dhe për të ndihmuar të varfrit që edhe ata të mund ta festojnë Bajramin. Kjo na kujton se Ramazani nuk është vetëm një muaj adhurimi personal, por edhe një muaj solidariteti dhe kujdesi për të tjerët. Por mbi të gjitha, ditët e fundit të Ramazanit janë një kohë për reflektim. Besimtari duhet mendojë për muajin që po përfundon. A kemi përfituar nga ky muaj? A kemi ndryshuar diçka në jetën tonë? A jemi bërë më të mirë, më të durueshëm dhe më të afërt me Allahun? Nëse ka pasur mangësi gjatë muajit, këto ditë janë një mundësi për t'i përmirësuar ato, sepse ndonjëherë një lutje e sinqertë në fund të Ramazanit mund të jetë shkaku i faljes së mëkateve të një jete të tërë. Dhe kështu, ndërsa Ramazani afrohet fundit, besimtari nuk duhet ta humbas këtë mundësi të fundit. Ai duhet i mbush këtë ditë me adhurim, me lutje dhe me shpresë në mëshirën e Allahut. Sepse ndoshta, pikërisht në këto ditë të fundit, fshihet një shpërblim i madh, një falje që mund të ndryshojë përjetësinë e njeriut.